Merë, bet qysh më thonë se di një 70% ka gjosa me mërë. 70%, pa ballotazh do të thotë. Po do pa qatë. Përshëndetje me emisionin 05, jemi në sheshin e Ferizajt. Jam sot këtu për pyetjen, kush do t'i fitojë zgjedhjet e 12 tetorit. Ta shohim se si do përgjigjen qytetarët Ferizajas. Përshëndetje. Si je? Mirë, ketë, jo. Kush do t'i fitojë zgjedhjet e 12 tetorit? A, 12 tetorit, ta? O, si pas gjosë vargimi më mërë me një. Pse? E ka atë fasën, ashtë të tani e kanë zi një marrë një farë drejtimi, ashtë. Po thu facar është edhe Po, i fiton veç? Qëre, e ka atë fasën pak si i zhvillum, si e snaf, e Domethënë, tani morën gjinja pak më satinja. Një dyrë, sa nështë ta kesë morën, një dyrë. në përqindje nëse e përkthejmë, sa përqend do t'i marrë? A ja, vëlla, të punëm shetë. Për avërsisht. Merë, bet qysh më thonë se di një 70% ka gjosa me mërë. 70%, pa ballotazh do të thotë. Po do pa qatë, po 70% ka gjosa, ma shumë zbesaj. Në rregull, ndërrum, faleminderit shumë, përshëndes. Kaloj mirë.